Filmi artistik Pasaporta i regjisorit Eduard Grishaj pati mbrëmjen e së hënës premierën e tij në qytetin e Pogradecit përmes 2 fasha oraresh, duke mbushur sallën e kinemas me publikun e shumt që shfaqi interes të shtuar për të parë këtë prodhim të ri kinematografik. Filmi është i bazuar në histori të vërteta dhe trajton temën e migracionit paligjshëm përmes historisë së 2 të rinjve që ndërrojnë një jetë më të mirë drejt Kanadas, por përballen me rreziqe dhe pasoja tragjike në rrugtimin e tyre final. Të pranishëm në premierë ishin regjizori Grishaj, aktoria pogradecare Marieta Ljarja dhe bashkëskenaristi Erion Kame. Unë erdha për të respektuar talentin e tij edhe nga që më pëlqeu skenari dhe roli pavarësisht sa do shumë i vogël. Por Edit, me që më ke marrë si nuse Shkodrë, do t'i them një 2 gjëra për Pogradecin. Pra talenti nuk ma ka dhënë Shkodra, ma ka dhënë ky qytet. Në këtë skenë unë jam larguar para 48 vjetë, kam ik vajzë e re, tash i vi në film, do ta shihni vetë shumë e plakër, kështu është jeta. Por në këtë rast desha të kujtoja edhe trashëgiminë e talentit tim. Daja ime Edi ka qenë nga aktorët e parë të estradës Pogradecit, pas Koziko. Goca e dajës time është aktore estradës, djali tezës tim aktor, djali tezës tjetër. Pra, Rikardi më mori, më shfrytëzoi talentin që më kishte dhënë ky qytet edhe fisi im i dashur. Ju do të kënaqeni, shpresoj, me filmin, është një temë që ka hyrë në çdo familje dhe sidomos në qytetin e Pogradecit, po i thoja Edit, këtu nuk ka familje që nuk ka dikë emigrant. Dhe sidomos në Amerikë i takove dhe vetë kur ishe me filmin. Filmi artistik Pasaporta është një reflektim i fuqishëm mbi realitetin e migracionit dhe një thirrje për zgjidhje të mençura në jetë. Rolet kryesore në film interpretohen nga aktorë të rinj të talentuar Indri Shiroka e Kauna Matoshi.